Me rastin e festës së Fitër Bajramit, argjipeshkëvi metropolit i Shkodër Pulti Giovanni Peragine ka përcjell një mesazh urimi për besimtarët musliman, duke vlerësuar ëndësinë shpirtërore të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe domethënien e kësaj feste. Në mesazhin e tij drejtuar muftiut të Shkodrës Muhamet Sytari, si dhe të gjithë besimtarëve musliman, argjipeshkëvi shpreh urimet më të përzemërta për përfundimin e muajit të agjërimit, duke cilësuar Ramazanin si periudhën më të rëndësishme për përkushtimin shpirtëror, reflektimin dhe afrimin me Zotin. Ai theksoi se përmes agjërimit, lutjeve dhe veprave të bamirësisë, besimtarët forcojnë besimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj të tjerëve, duke e bërë këtë muaj një shkollë solidariteti, drejtësie dhe dashurie ndaj të afërmit. Duke u ndalur tek domethënia e festës së Fitër Bajramit, Imzot Peragine e përshkruan atë si një ditë gëzimi dhe falënderimi, e cila fton për pajtim, mirësi dhe ndarje të gëzimit me familjen, miq dhe sidomos me ata që kanë më shumë nevojë. Në mesazhin e tij ai vlerëson gjithashtu traditën e bashkëjetesës fetare në Shqipëri, duke theksuar se festa të tilla forcojnë më tej frymën e respektit dhe unitetit mes besimtarëve të ndryshëm. Në përfundim, argjipeshkëvi uroi që Zoti t'ia pranoj besimtarëve musliman agjërimin dhe lutjet, ndërsa festa e Fitër Bajramit të sjellë paqe, shpresë dhe bekime për familjet dhe për të gjithë shoqërinë shqiptare.